Dhe shikojmë që kemi një zhvendosje të një numër të madh efektive është forcave të rendit që po i bashkohen pjesës tjetër që ka blinduar tani më dhe godinën e kuvendit. Çfarë pritet të ndodhë? Mendon që do të ketë sërish tensione, përplasje, molotov dhe gaz do të sjellës përdorur nga ana e policisë? Me sa duket, policia ka informacione për një situatë të tillë dhe për këtë arsye ndoshta i kanë marrë masat për të patur një numër kaq të lartë efektivesh policie. Efektivet e Shqiponjës, si po shohim në këto pamje, po shkojnë në anën tjetër të parlamentit, në anën e Akademisë së Shkencave, nga hyrja ku është Akademia e Shkencave, hyrja ku hyn deputetët, ndërkohë që sapo kanë mbërritur edhe protestuesit e parë, shohim që efektivet e policisë janë të pajisur me maska kundra gaz dhe me fikse zjarri për të fikur bombat e molotovit që ndoshta do të ketë edhe këtë herë ashtu siç ka patur në protestat e kaluara. Ka një situatë të tensionuar me sa duket. Një grup protestuesish kanë sulmuar efektivët e policisë që janë duke mbërritur, por me sa duket janë larguar protestuesit. Një grup protestuesish kanë sulmuar disa prej efektive që janë duke mbërritur për të vendosur në kordon përpara parlamentit, por ka qenë një incident sporadik dhe situata shqetësore më herë. Ramazanit dhe të shumt janë edhe besimtarët që ndodhen edhe tek xhamia Namazgjas, ashtu siç e përmendë pak më parë, është rrethuar perimetri i xhamisë në këtë moment apo është vendosur policia vetëm përpara godinës së parlamentit? Jo, deri tani nuk ka efektiv të policisë në perimetrin e xhamisë. Xhamia, nga ajo që unë pash, është e mbushur plot me besimtarë musliman, të cilët janë duke kryer ritet e tyre fetare, janë duke u falur në ambientet e brendshme dhe në oborrin e brendshëm të xhamisë, ndërkohë që ende nuk kanë parë të paktën me sy të lirë efektiv të policisë në ambientet e xhamisë apo në ambientet e perimetrit të xhamisë, ndryshe në fakt nga sa kemi parë edhe në protestat kaluara që efektiv të policisë kanë hyrë në ambientet e xhamisë së Namazgjas për të rrethuar xhaminë e Namazgjase dhe prej andej kanë fotografuar policët apo ka patur akuza nga deputet Partisë Demokratike se përveç efektivet policisë edhe civilët janë vendosur në protestat e kaluara në ambientet e xhamisë për të fotografuar protestuesit që protestonin përpara parlamentit. Duhet thënë Daliana që nga në momente pasi ka një deklaratë nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ndjes Renaldo. Ndiqeni dhe raportojnë qytetarëve se ju e patë se si Tirana ishte edhe Shqipëria e derdhur një lloj si në 20 shkurt të vitit 91, Edi Rama është i pashpresë. Mesazhi është Edi Rama është i pashpresë, është i përfunduar. Si komentoni ujin me presion që hodh dhe gazin lotësjellës nga Dy janë ata që hedhin ujë dhe gaz, janë Ilian Proda dhe Sokol Bishga, dy kriminal të klasit më të lartë, të cilët në mënyrë absolute do të ndëshkohen me gjithë forcën e ligjit. Berisha, pse e vendosët ditën e sotme të qëndroni me protestuesit, nuk i pritën stelin e Partisë Demokratike se të tjera? Si? Pse qëndruat sot me protestuesit? Pak më vonë detajet tani. Si, bravo. Sepse herë të tjera i keni pritën steli. Se skenar ndryshoi. Sot doja po. Pamje të drejt për drejta, patëm edhe një prononcim nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha që ky tubim i ditës së sotme i përngjan 20 shkurtit 1991, ashtu siç është zgjedhur dhe simbolika e kësaj dite, që përkon me rrëzimin e shtatores së diktatorit Enver Hoxha. E thënë dhe pak më parë dhe në fjalën e tij të mbajtur përpara kryeministrisë, përpara protestuesve të shumë që ishin mbledhur për t'ju bashkuar kësaj proteste, ndërkohë ne tani do të lidhemi me gazetaren Gjensila Kodra, e cila ndodhet në një tjetër kënd ku po zhvillohet ky tubim, që deri për momentin tani nuk janë regjistruar incidente përveç disa hedhjes së molotovëve në drejtim të kryeministrisë, por kundërpërgjigja e forcave të rendit ka qenë e shpejtë duke bërë shpërndarjen e tyre duke përdorur autobot me ujë. Gjensila, të përshëndes. Në këndin ku ndodher, si paraqitet situata?
Në fakt mund të themi që deri më tani situata në këndin ku ne ndodhemi para godinës së parlamentit duket disi e qetë, por që nga momenti në moment janë edhe protestuesit apo simpatizantët e parë të Partisë Demokratike, mund të themi që janë bashkuar thirrjes për të mbërritur në parlament. Nëse do të shohim edhe mendimin e operatorit, as më thuaj se sheshi para Ndjes Gjensila, më duhet të ndërpres, kemi një tjetër prononcim nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndjekim. Kthehen pas pak. Nuk ka gjë në botë që i shpëton. Dhe edhe azil politik që po përpiqen të gjejnë, absolutisht nuk do gjejnë kund. Vrim mirë nuk do gjejnë. Kaluat edhe nga Ministria e Infrastrukturës, është betejë e fituara e juaja apo akoma nuk e konsideroni? Ministria e Infrastrukturës është në kryeministri, sepse ajo është zëvendës kryeministri dhe ta dini ju ka një zyrë të madhe në kryeministri. Po, kështu që ja u kam thënë, ne nuk protestojmë te ajo, por protestojmë sepse ata janë dy. Do me thënë, në qoftë se ka njerëz të lidhur si mishi me thorn, si kocka me mishin, është rama me lubi. Nuk mund t'i ndajmë ata të A ka gjithë. patur një diskutim mes jush për të shkuar te kuvendi ose jo, duke qenë se ka besimtarë që falen me që është muaji. Zoti ja u pranoft. Zoti ja u pranoft agjërimin dhe Ramazanin. Zoti ja u pranoft të gjithë të krishterëve Kreshpen. Zoti ja u pranoft të gjithë shqiptarëve protestën. Sakrificë, sakrificë, sakrificë. Kjo është e vërtetë. Berisha! Po monitorojmë kështu në kohë reale të gjitha zhvillimet minutë pas minute të protestës kombëtare të opozitës. Në njërën anë të ekranit ndoqëm fjalimin e zotit Sali Berisha në një prononcim për mediat dhe gjithashtu nga ana tjetër shohim protestuesit të cilët vijojnë të qëndrojnë përpara godinës së kryeministrisë, aty ku forcat e rendit përveç gardit metalik të vendosur orë para se të niste protesta, janë të shumët në numër dhe po vijojnë të qëndrojnë aty për çdo percipitim të situatës. Lidhem sërish me Gjensilën, e cila ndodhet në një skaj tjetër të protestës për të na informuar se si paraqitet situata në këto momente. Po Gjensila, fjala për ty. Daliana të përshëndes, sërish në fakt pas përfundimit fjalës së kreut të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha në ambientin e bulevardit para kryeministrisë, duket se dhe ata të cilët janë cilësuar si përherë si grupi zjarri, në fakt nisin të hidhin në molotov edhe fishek zjarr në drejtim të kryeministrisë. Në atë ambient u deshën faktën nga forcat e policisë ndërhyrja vetëm me 2 autobot me ujë për të shpërndar protestuesit, por duket se këta të fundit e braktisën më pas sheshin pra godinën e kryeministrisë dhe bulevardit Dëshmorën të Kombit, duke ju drejtuar ashtu si dhe në protestat e mëparshme godinës së parlamentit. Ne ndodhemi pikërisht para godinës së parlamentit.